Familja kishte një histori krimesh të vogla dhe aktivitete dyshimta, duke lëvizur nga një lagje në tjetrën. Megjithatë, shtrirja e plotë e operacioneve të tyre ishte e paqartë. Operacionet e tyre ishin më të liga dhe më komplekse se sa i imagjinonte, duke përfshirë skema sofistikuara në shtete ndryshme. John u shqetësua për implikimin e tij të mundshëm, vetëm duke i strehuar ata, duke kuptuar se reputacioni dhe siguria e tij ishin në rrezik. Pasada miqësore e familjes ishte e veshur e holl. I vendosur për të vepruar, John zbuloi pjesë të dosjes një gazetari të besuar vendas, duke synuar të mbronte veten dhe komunitetin. Gazetari, duke ndjerë një histori të vërtetë, u zotua të hetojë më tej. John shpresonte se kjo do të çonte në ekspozimin dhe demaskimin e familjes. Gazetari vendas e publikoi lajmin, duke vënë nën vëzhgim familjen. Fqinjtë filluan të shikonin nga afër, duke përshpëritur për çdo të re. Tensioni u rit pasi njerëzit kërkonin përgjigje dhe familja nuk mund të lëvizte më në mënyrë anonime. John ndjeu lehtësim dhe ankth, duke ditur se i kishte shtyrë në sy të publikut, por kishte frikë nga reagimi i tyre. Hetimi i tij e vazhdueshëm zbuloi lidhje mes familjes dhe figurave të rrezikshme, duke bërë situatën të pasigurt. Rrjeti i tyre përfshinte individ me histori të dhunshme, duke e përndjekur Johnin dhe duke zbehur ndjenjën e tij të sigurisë. Gjumi u bë i pakapshëm, ndërsa ai shqetësohej për akmarrjen, duke kaluar netë të shqetësuara duke mbrojtur veten dhe komunitetin. Cliff mbeti një alat i palëkundur, duke kërkuar kujdes. Ai besonte në misionin e Johnit, por ishte shqetësuar për rrezikun e rritje. Një mbrëmje, Steven i informoi Johnin për një bastisje të afërt të policisë në operacionet e familjes, duke këshilluar që të mbante një profil të ulët për të shmangur kapjen nga zjarri. Me këtë zhvillim, John e dinte se kulmi e timit të tij ishte afër dhe u përgatit për ndikimin. Me afrimin e bastisjes policisë, John i shqyrtoi me përpikmëri pamjet e tij për prova konkrete. Ai ndjeu se tensioni po rritej, ndërsa ndjekja e tij e pamëshirshme për një familje kriminale i afroi kulmit. Papritur, një ish bashkëpunëtor i familjes u drejtua Johnit, duke i ofruar njohuri kritike. Ky alat dha informacione kyçe për operacionet e familjes, duke konfirmuar dyshimet e Johnit dhe duke dhënë atij fuqi. Kjo kthesi dha Johnit një fije shprese mes tensionit në rritje. I armatosur me inteligjencë të re, ai u ndje më i përgatitur për të përballur çdo gjë që do të vinte më pas, duke ditur se nuk ishte plotësisht i vetëm në këtë luftë. Në mëngjesin e bastisjes, tensioni ishte i dendur. Fqinjtë e Johnit panë me kurreshtje teksa automitet e policisë pa shenja rreshtoheshin qetësisht në rrugë. Steve, një oficer policie, i bëri me kokë ekipit të tij, duke konfirmuar detajet. Zemra e Johnit rrihte nga pritja, duke ditur se gjithçka do ndryshonte.